O ju robër të Allahut, Zoti ju I Gjelluala në Kur'an thot: "Wa idha sa'alaka ibadi anni", e kur robërit të pyesin për mua, fa inni qarib, tregoju atyre se unë jam afër. Allahu Akbar. Allahu Gjelluala është afër lutjes të lutësit. Kur ai lutet, ai Gjelle Gjelalu e dëgjon atë, ai subhanahu wa taala e pranon atë. Andaj o ju robër të Allahut, para së gjithash shfaqja varfërin dhe fukarallokun Allahu te bareke wa taala, ngriti duart e tua tek Zoti Gjelle wa ala dhe përgëzoju me pranimin e lutjes. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith I cili wallahi e lëvizën zemrën në gjoks dhe e përlotën syrin në ball, ku I dërguari Allahut alaihi salatu wasalam thot: "Inna Allahe hayyun kerimun yastahi min al-abdi idha rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran khaiba." Pra pejgamberi alaihi salatu wasalam thot: me të vërtet Allahu është I turpshëm, është bujar. Allahu Akbar. Allahu është I turpshëm dhe është bujar. Turprohet kur robi I çon duart tek Allahu dhe Allahu t'ja kthen duart bosh. Allahu Akbar. O ju robër të Allahut, ki Zot I madh dhe bujar, I panvarur nga krijesat e tij, turprohet kur ndonjëri prej nesh I ngritën duart tek Allahu dhe thot: "Ja Allah", vetëm që Zoti Gjelle Gjelalu do t'ja kthen duart të mbushura për plot te bareke wa taala. Dhe ja ku është përditshmëria jetës. Nuk e kemi një hall prej halleve të dunjas, dhe shkon robi dhe ja troket derën Allahut azza wa jall vetëm se Allahu ja përzjedh problemin. O vallahu im, edhe në qoftë se ngushtohet dunjaja me gjithë gjersinë e saj që e ka, në momentin që ti thuash Allah, o Allah I madh dhe I bukur je, o Zotim, po të lutem me emrat e bukura dhe cilësitë e larta, Allahu do të jep rrugë dalë nga nuk ta merr mendja. Andaj o ju robër të Allahut, mos nguroni natën edhe ditën që ti luteni Zotit të juj Gjellu Ala, të përuleni dhe të nështroheni para madhërisë së Tij. Zotin do ta gjeni afër dhe pranues të lutjeve të juaja.